Ne si njerëz në fakt mund të ecim dhe mund të flasim njëkohësisht. Pra, disa veprime mund t'i bëjmë në të njëjtën kohë, por shumë të tjera nuk mund t'i bëjmë në të njëjtën kohë sepse pasojat dihet që janë si tragjedi. Shpeshherë ne ngatrojmë disa gjëra duke menduar se meqense unë eci dhe flas në telefon, ndoshta mund të bëj edhe gjëra të tjera në të njëjtën kohë. Për shembull, dihet cili është rezultati nëse një avioni ose dy avionëve ju jepet leja njëkohësisht që të ulen tek e njëjta pistë. Dhe përgjigja ose përfundimi do të jetë përplasja e këtyre avionave. Ose nëse ne mundohemi një person të trajtojmë dy pacient njëkohësisht, pavarësisht se ata janë një dhomë, por ka nevojë secili për të kohën e vet. Ose të lëmë një fëmijë në vazhg dhe të shkojmë të merremi me diçka tjetër. Pra dihet se cili është rezultati. Kjo gjë nën vleftësohet nga shumica e njerëzve dhe mendojnë që dhe ne punojmë si kompjuter, që hapim dy dritare njëkohësisht në kompjuter dhe mund t'i bëjmë materialet, t'i kalojmë nga njëra anë në tjetër. Po jo gjithçka është e mundur. Prandaj mundoni të qëndroni larg multitasking, sepse janë edhe rezultatet jo ashtu siç i dëshironi.